spro për Allah. A në pëse është 5 kohë namazli, është devotshëm, është, por e sprovon Allahu në fëmijë, në shëndet, në pasuri, në gru, në prind dhe forma tjera. Pastaj ke sprovë, është hajër për te. Në sytë njeriu duket keq. Dhe kjo është edhe me hadith. Robi sprovohet simbas dinit, simbas forcës, fuqisë, së imanit, simbas lidhjes së tij me Allah. Nëse tregohet i fort, që sprovë, e vjen sprova me haram. Po ki për Allah, sprovat më të rënda që ka pas, pejgamberi. Në anën tjetër, mund të jetë edhe prej gjunaheve tonë Allahu don me ne fal gjunahet, ose me na ndëshku. Po dhe ndëshkim pastaj është falë gjunaheve. Sepse nëse Allahu me to na ndëshkon këtë dunja, na fal në heret. Dhe e lajna, zatën një pjesë e madhe, e mkateve, e gjunaheve që i bëjnë muslimanët, fshihen dunja. Në forma të ndryshme, me istighfar dhe pendim, me sadaka, me punë të hajrit, me kryerjen e farzeve, me sabër, me sprova. Këto janë disa forma, rrugë, nëpërmjet të cilave i madhi Zot na pastron neve në këtë dunja.